Në Big Brother Kosova, konfliktet më të thella nuk lindin nga britmat, por nga fjalët që nuk dëgjohen siç janë thënë. Nga ndjenjat që shprehen, por përkthehen gabim. Nga heshtjet që interpretohen si mungesë ndjenje, kur në fakt janë mbrojtje. Dialogu mes Limit dhe Albës është pikërisht një nga këto raste ku dy njerëz flasin, por nuk takohen plotësisht. Kur Limi thotë, po të kishte pasur Alba diçka, do të kishte folur, ai mendon se po mbron një logjik të thjeshtë, nëse ka problem, thuaje. Por për Albën, realiteti është shumë më i ndërlikuar. Ajo i përgjigjet, unë nuk kam pasur tendencë me shkute të tjerët. Ata që kam shpreh unë, ti nuk i ke dëgjuar shumë mirë. Dhe unë nuk e përballoj kur të shoh me Dolcen bashkë. Këto fjali nuk janë akuzë. Janë rrëfim lodhjeje, po të kishte pasur diçka, do të kishte folur. Logjika që haron ndjeshmërinë, Limi flet nga një pozicion racional. Ai beson se problemet zgjidhen me fjalë të drejtpërdrejta, me deklarata të qarta. Por kjo logjik shpesh haron diçka thelbësore. Jo të gjithë flasin njësoj kur lëndohen, disa njerëz reagojnë duke u mbyllur. Jo sepse nuk kanë çfarë të thonë, por sepse nuk ndihen të sigurt se do të dëgjohen. Për Albën, të folurit nuk ka qenë mungesë guximi, por mungesë hapësire. Alba dhe zgjedhja për të mos shkuar te të tjerët, kur Alba thotë nuk kam pasur tendencë me shkute të tjerët. Ajo po flet për një zgjedhje morale dhe emocionale. Ajo nuk ka dashur ta shpërndajë ndjenjen e saj nëpër shtëpi. Nuk ka dashur ta kthejë dhimbjen në temë bisede. Ka zgjedhur ta mbajë brenda, duke shpresuar se do të kuptojë pa u ekspozuar. Në një format si Big Brother, kjo zgjedhje është e vështirë. Sepse aty, ata që flasin më shumë, shpesh duken sikur ndjejnë më shumë. Por e vërteta është se heshtja mund të mbajë peshën më të rënë. Ti nuk i ke dëgjuar shumë mirë. Momenti i mosdëgjimit, kjo fjali është thelbi i gjithë konfliktit. Alba nuk thot nuk kam folur. Ajo thot kam folur, por nuk jam dëgjuar. Dhe ka dallim të madh mes këtyre dy gjërave. Të flasësh dhe të mos dëgjohesh është më e dhimbshme se sa të mos flasësh fare. Sepse në rastin e parë, ti ke bërë përpjekjen, ke hapur veten, ke rrezikuar emocionalisht dhe prap ke mbetur vetëm. Këtu qëndron plaga e Albës, jo te ajo që Limi bën, por te ajo që nuk sheh, Dolca si simbol, jo si shkak. Kur Alba thot nuk e përballoj kur të shoh me Dolcen bashkë, kjo nuk është domosdoshmërisht xhelozi klasike. Dolca bëhet simbol i diçkaje më të thellë, ndjesisë së zëvendësimit, të mospërfilljes, të humbjes së vendit emocional. Alba nuk po thot se Limi nuk ka i drejtë të flasë me të tjerët. Ajo po thot se për të, ky imazh është emocionalisht i papërballueshëm. Dhe ta thuash këtë kërkon guxim, sepse të bën të dukesh e brish. Limi përball një ndjenje që nuk është akuzë. Problemi është se Limi e dëgjon këtë si kritik, ndërsa Alba e thot si rrëfim. Ai mendon se po i kërkohet llogari. Ajo po kërkon mirëkuptim. Ky është një nga keqkuptimet më të shpeshta në marrëdhëniet njerëzore. Njëra palë flet për ndjenjen, tjetra e dëgjon si fajsim. Dhe kështu, dialogu fillon të çalojë, pesha e të parë dhe e të ndjerit, në një shtëpi ku gjithçka shihet, imazhi ka fuqi të madhe. Alba nuk po reagon ndaj fjalëve të Limit, por ndaj pamjes së tij me Dolcen. Pamja është më e fortë se çdo shpjegim. Ajo shpon direkt në ndjenjë, dhe kur ndjenja është e fortë, arsyeja nuk mjafton për ta qetësuar. Alba, kufiri emocional, kjo situatë tregon se Alba ka arritur një kufi. Ajo nuk po kërkon skandal. Nuk po kërkon dram. Ajo po thotë, kjo është ajo që nuk e përballoj. Të pranosh se nuk e përballon diçka nuk është dobësi. Është vetdia, por vetdia kërkon që pala tjetër të ndalojë, të dëgjojë, të mos mbrohet menjëherë. Big Brother dhe zhurma që mbulon ndjenjat. Në Big Brother, zhurma e përditshme shpesh mbulon ndjenjat e vërteta. Ata që flasin më qetë humbasin mes atyre që flasin më fort. Alba është shembulli i kësaj. Ajo ka folur, por jo me zë të lartë. Dhe për këtë arsye, ndjenja e saj ka kaluar pa u kapur plotësisht. Përfundim, kur dëgjimi është më i rëndësishëm se përgjigja, ky dialog mes Albës dhe Limit nuk ka nevojë për fitues. Ka nevojë për dëgjim të vërtetë. Sepse Alba nuk po kërkon që Limi të ndryshojë menjëherë. Ajo po kërkon që ai ta kuptojë se dhimbja e saj është reale, edhe nëse nuk është shprehur siç ai do të donte. Në fund, problemi nuk është se Alba nuk ka folur. Problemi është se ajo nuk është ndjerë e dëgjuar. Dhe kur një njeri arrin në pikën të thotë nuk e përballoj, ajo nuk po kërkon debat. Ajo po kërkon ndalesë, sepse ndonjëherë
Gjëja më e vështirë në një marrëdhënie nuk është të flasësh, por të dëgjosh pa u mbrojtur. Në fund të çdo edicioni të Big Brotherit, mbetet një pyetje thelbësore: pse fitoi pikërisht ai? Jo kush bërtiti më fort, jo kush luajti më ashpër, por kush arriti të mbajë sytë e publikut të ngulur për javë të tëra. Në Big Brother Kosova, përgjigjja mori emër lëndrimi. Fituesi i çmimit të parë. Banori më i shikuari. Figura që pa qenë gjithmonë më i zhurmshmi, u bë më i pranishmi. Fitoria e lëndrimit nuk ishte një shpërthim i papritur. Ajo ishte rezultati një procesi të gjatë, ku publiku gradualisht e zgjodhi atë si pasqyrë të vetes, si figurë me të cilën mund të identifikohej, të zemërohej, të pajtohej, por kur të mos mërzitej. Fillimi, hyrja pa maskë. Kur lëndrimi hyri në shtëpinë e Big Brother Kosova, ai nuk hyri si personazh i ndërtuar. Nuk solli një rol të qartë, as një strategji të dukshme për kamerat. Në një format ku shumë hyjnë me plane të përgatitura, ai hyri si vetvetja, me gjithë kontradiktat, pasiguritë dhe bindjet e tij. Kjo ishte pika e parë që e bëri të shikueshëm. Sepse publiku e ndjen shumë shpejt kur dikush po luan rol. Lëndrimi nuk dukej se po luante. Ai reagonte, gabonte, reflektonte, dhe kjo e bënte real. Lëndrimi si njeri, jo si figurë televizive. Ajo që e diferencoi lëndrimin nga shumë të tjerë ishte fakti se ai nuk u shndërrua kurrë plotësisht në personazh Big Brotheri. Ai mbeti njeri. Me humor herë të thatë, me mendime të drejtpërdrejta, me momente reflektimi ku dukej se po harronte kamerat. Publiku nuk kërkon për sosmëri. Ai kërkon një të vërtet emocionale. Dhe lëndrimi ja dha këtë të vërtet, jo duke folur gjithmonë bukur, por duke qenë konsistent në mënyrën e tij të qenit. Konfliktet që nuk e shkatëruan, por e ndërtuan. Gjatë qëndrimit në shtëpi, lëndrimi nuk ishte pa konflikte. Ai u përfshi në debate, u keqkuptua, u kritikua. Por dallimi qëndronte te mënyra si i përballonte këto momente. Ai nuk ikte nga përgjegjësia. Nuk fshihej pas justifikimeve të zbrazta. Në disa raste kërkonte falje. Në të tjera mbronte qëndrimin e vet pa e ulur tjetrin. Kjo balancë mes qëndrimit dhe reflektimit e bëri atë të besueshëm. Publiku nuk pa një njeri që donte të fitonte me çdo kusht, por një njeri që donte të qëndronte besnik ndaj vetes edhe kur kjo i kushtonte. Më i shikuari. Çfarë do të thotë realisht? Të jesh më i shikuari nuk do të thotë vetëm të jesh në ekran. Do të thotë të jesh temë bisede, të krijosh reagim, të mbash vëmendjen. Lëndrimi e bëri këtë jo përmes skandaleve artificiale, por përmes pranisë së vazhdueshme emocionale. Njerëzit donin të dinin si do të reagonte ai. Çfarë do të thoshte? Si do ta përballonte situatën e radhës? Ky kuriozitet i vazhdueshëm është shenja më e qartë e një figure që ka krijuar lidhje me publikun, identifikimi. Pse publiku e zgjodhi? Një nga arsyet kryesore të fitores së lëndrimit ishte identifikimi. Ai nuk u shfaq si i parritshëm, as si hero perfekt. Ai u shfaq si dikush që mund të ishte miku, vëllai, ose vetja jote në një situatë të vështirë. Publiku pa tek ai, pasiguri që i ngjajnë të vetat, reagime që mund t'i kishte edhe vetë. Një ndjenjë drejtësie që nuk ishte gjithmonë e artikuluar bukur, por ishte e ndjerë. Ky identifikim e ktheu lëndrimin nga banor në përfaqësues emocional të një pjese të madhe të shikuesve. Loja pa manipulim të dukshëm. Në një format ku manipulimi shpesh shpërblehet, lëndrimi zgjodhi një rrugë tjetër. Ai nuk u pas si strateg i ftohtë. Nuk krijoi aleanca artificiale vetëm për vota. Kjo nuk do të thotë se ai nuk luajti fare, por loja e tij ishte njerëzore, jo mekanike. Kjo e bëri fitoren e tij më të pranueshme për publikun, sepse dukej si rezultat i një rruge të drejtë, jo i një skeme të fshehtë. Finalja. Momenti i konfirmimit, kur u shpall fituesi i çmimit të parë, reagimi i publikut nuk ishte befasi, por konfirmim. Ishte ndjesia kolektive se po, ky ishte zgjedhja logjike. Jo sepse ishte më i forti, por sepse ishte më i lidhuri me audiencën. Fitoria e lëndrimit ishte një moment ku publiku pa veten të shpërblyer. Sepse duke e votuar atë, kishte votuar edhe vlerat që donte të shite të fitonin, autenticitetin, qëndrueshmërinë, njerëzillëkun. Çfarë përfaqëson kjo fitore për Big Brother Kosova? Fitoria e lëndrimit dërgon një mesazh të qartë për edicionet e ardhshme. Publiku lodhet nga rolet dhe shpërblen të vërtetën. Nuk mjafton të bësh zhurmë. Duhet të krijosh lidhje. Nuk mjafton të jesh i zëshëm. Duhet të jesh i besueshëm. Big Brother Kosova, përmes kësaj fitoreje, tregoi se ende ka hapësirë për njerëz që nuk e shohin lojën si luftë, por si bashkëjetesë të vështirë, ku karakteri del në pa.
Përfundim, një fitore që mbetet, lëndrimi nuk fitoi vetëm një çmim. Ai fitoi kohën, vëmendjen dhe besimin e publikut. Dhe këto janë fitoret më të vështira për t'u arritur. Sepse parat shpenzohen, por kujtesa kolektive mbetet, në fund, lëndrimi nuk fitoi sepse ishte perfekt. Ai fitoi sepse ishte i vërtetë. Dhe në një botë televizive të mbushur me role, kjo është ndoshta fitoria më e madhe nga të gjitha.